Dy data që nuk përsëriten shpesh, 17 dhe 18 shkurt. 5 shenja në fokus të fatit. Data 17 dhe 18 shkurt shënojnë një dritare energjie që nuk aktivizohet shpesh dhe prek drejt për drejt 5 shenja zodiaku. Këto dy ditë nuk sjellin thjesht lëvizje të vogla, por sinjale të qarta që lidhen me fatin, zgjedhjet dhe drejtimin e ardhshëm. Për disa, hapet një mundësi që kërkon guxim. Për të tjerë, mbyllet një cikël që ka zgjatur më shumë se duhet. Energjia e këtyre datave nuk përsëritet lehtë dhe kërkon vëmendje, sepse mënyra si veprohet në këtë periudhë ndikon drejt për drejt në rrjedhën e muajve në vijim. Luani. Energjia e 17 dhe 18 shkurtit vendos luanin në qendër të vëmendjes së fatit dhe zgjedhjeve personale. Në punë, një mundësi e papritur shfaqet dhe kërkon vendim të shpejtë, por të matur. Kjo nuk është kohë për hezitim, por as për rrezik të pamenduar. Një figurë autoritare ose një kontakt i rëndësishëm luan rol kyç në drejtimin tënd. Në marrëdhënie, këto dy data nxjerrin në pa nevojën për sinqeritet dhe qartësi. Beqarët mund të përballen me një njohje që ka ndikim afatgjatë. Financiarisht, lëvizjet janë të dukshme dhe kërkojnë menaxhim të zgjuar për të shmangur humbjet. Emocionalisht, luani ndjen presion për të marrë përgjegjësi më të mëdha, por kjo sjell rritje personale. Këto dy ditë shërbejnë si test për pjekurinë dhe vetbesimin. Kur vepron me integritet dhe jo nga egoja, fati anon në favorin tënd. Universi të vendos përballë zgjedhjes për të ndërtuar diçka më të fortë dhe më të qëndrueshme për të ardhmen. Britsjapi. Datat 17 dhe 18 shkurt sjellin për britsjapin një moment kyç ku fati lidhet drejt për drejt me përgjegjësinë. Në fushën profesionale, një vendim i marrë më parë fillon të jap rezultat dhe kërkon rregullim të fundit. Kjo është periudhë ku serioziteti shpërblehet. Një mundësi për avancim ose për rritje të qëndrueshme financiare hapet, por vetëm nëse ruhet disiplinë e fortë. Në marrëdhënie, këto dy data testojnë durimin dhe përkushtimin. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që ofron stabilitet dhe siguri reale. Financiarisht, është moment i përshtatshëm për të ristrukturuar buxhetin dhe për të mbyllur detyrime të vjetra. Emocionalisht, britsjapi ndjen peshën e zgjedhjeve, por edhe qetësinë që vjen nga kontrolli. Këto dy ditë nuk janë për improvizim, por për ndërtim afatgjatë. Kur vepron me durim dhe vizion, fati mbështet përpjekjet e tua. Universi të kujton se stabiliteti nuk vjen nga rastësia, por nga vendimet e qëndrueshme. Peshqit. Energjia e 17 dhe 18 shkurtit prek thellë botën e brendshme të peshqve dhe i vendos në fokus të fatit emocional. Në punë, një situatë që ka qenë e paqartë fillon të marrë formë dhe kërkon besim në intuit. Këto dy data favorizojnë zgjedhjet që përputhen me vlerat personale. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë ndershmëri. Beqarët mund të përballen me një takim që zgjon emocione të forta dhe pyetje serioze. Financiarisht, është e rëndësishme të shmangen vendimet impulsive dhe të ruhet ekuilibri. Emocionalisht, peshqit ndjejnë nevojën për të vendosur kufi më të qartë. Kjo periudhë shërben për të mbyllur plagë të vjetra dhe për të hapur rrugë të reja. Kur peshqit zgjedhin veten pa ndier faj, fati fillon të bashkëpunojë. Këto dy ditë sjellin një kthes të butë, por të rëndësishme, që ndikon në rrjedhën e muajve në vijim. Universi flet përmes ndjesive dhe kërkon vëmendje të plotë. Binjakët. Datat 17 dhe 18 shkurt aktivizojnë për binjakët një periudhë vendimtare ku informacioni dhe zgjedhjet luajnë rol kyç. Në punë, një lajm ose propozim i papritur hap një drejtim të ri, por kërkon analizë të kujdesshme. Këto dy ditë favorizojnë komunikimin e qartë dhe marrëveshjet e menduara. Në marrëdhënie, bisedat e sinqerta sjellin qartësi dhe largojnë paqartësitë. Beqarët mund të përfshihen në një lidhje që nis nga komunikimi intelektual. Financiarisht, është e rëndësishme të ruhet kontrolli dhe të shmangen premtimet e paqarta. Emocionalisht, binjakët ndihen të sfiduar për të vendosur prioritetet reale.
Këto dy data shërbejnë si filtr për atë që ka vlerë dhe atë që duhet lënë pas. Kur mendja dhe veprimi bashkohen, fati hap dyrë të reja. Universi kërkon fokus dhe përgjegjësi, sepse vendimet e marra këtu ndikojnë drejt për drejt në stabilitetin e ardhshëm dhe drejtimin personal. Akrepi. Energjia e 17 dhe 18 shkurtit sjell për akrepin një moment transformimi të thellë ku fati lidhet me të vërtetën. Në punë, një situatë e fshehur del në dritë dhe kërkon veprim të vendosur. Këto dy data nuk lejojnë më shmangje. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë transparencë të plotë. Beqarët përballen me një zgjedhje që prek drejt për drejt botën emocionale. Financiarisht, është moment për pastrim dhe rregullim të detyrimeve. Emocionalisht, akrepi ndjen nevojën për të lënë pas kontrollin e tepruar dhe për të pranuar ndryshimin. Këto dy ditë shërbejnë si pikë kthese dhe sjellin çlirim nga ngarkesat të vjetra. Kur akrepi vepron me ndershmëri dhe guxim, fati shfaqet në mënyrë të qartë. Universi kërkon transformim të vërtetë, jo kompromis. Vendimet e marra gjatë kësaj periudhe kanë ndikim afatgjatë dhe përcaktojnë drejtimin e një faze të re më të fortë dhe më të qëndrueshme. Datat 17 dhe 18 shkurt nuk janë të zakonshme dhe nuk duhen trajtuar si të tilla. Për këto 5 shenja, universi hap një dritare ku fati, zgjedhjet dhe vetdia takohen. Ajo që vendoset këtu, formëson rrjedhën e javëve dhe muajve në vijim. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe çfarë ndjeve më fort. Mbështete videon me një pëlqim që mesazhi të përhapet. Abonohu në Zërin e Universit për të mos humbur momente kyçe. Shpërndaje me dikë që ndodhet përballë një zgjedhjeje të rëndësishme.